Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në Top Talk Economy. Përmbytjet me të cilat po përballet Shqipëria këto ditë lën pas një faturë të kripur financiare. Qeveria ka premtuar një fond prej 50 milion euro, por jo vetëm përmbytjet, Shqipëria duket se është futur në një cikël të ri si pasojë ndryshimeve klimatike, ku fatkeqësitë natyrore si përmbytjet, zjarret apo tërmetet po bëhen edhe më të shpeshta. A jemi të përgatitur ne për të përballuar këtë sfidë të re dhe mbi të gjitha kush do të paguaj faturën e kripur financiare që ato po lënë pas? Le të shohim si fillim grafikun me ndarjen financiare në fakt të fondit për përmbytjet, prej një total në 50 milion euro që është premtuar, nga të cilat emergjencat civile marrin 25 milion euro të shpërndara në kompensimin e dëmeve, si dhe digat dhe rezervuaret. Pastaj vjojmë me parandalimin e fatkeqësive 15 milion euro, dhe së fundmi 10 milion euro i janë caktuar Ministrisë së Mbrojtjes, që shkojnë në një total prej 50 milion eurosh. Pranë meje për diskutuar në lidhje me këtë temë në studio eksperti ekonomist Ergis Sefa. Mirë se erdhët në program. Faleminderit për ftesën. Në një komunikim të drejt për drejt do të flasim me ekspertin mjedisor Kristi Bashmili. Mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit. Mirë, 50 milion euro, pyetja është e njëjtë për të dy. Ergis, se fillojmë së bashku. Mjaftojnë? Në pjesën e parandalimit absolutisht jo. 50 milion që për cilin e bëjmë fjalë në të tre zërat buxhetor është i mjaftueshëm për të kaluar fazën momentale, por nëse do të mendojmë në afatgjatë në pjesën e parandalimit, do duhet flasim për shifra të tjera akoma dhe më të mëdha. Mirë, Krist, mendoni se mjaftojnë 50 milion euro? Faktikisht bashkohem sepse parafolësit që është një shumë relativisht e ulët kur flasim për shtatshmërinë apo për adaptimin, por mund të zgjidhin diçka për sa i përket emergjencave momentale për ndërhyrje apo për të zgjidhur diçka. Por që është relativisht e ulët kur bëhet fjalë për adaptimin apo të gjithë veprimet që duhet marrë për të parandaluar apo për të qenë më të sigurt në të ardhmen, që mos përsëriten, të paktën mos përsëriten ato që ne mund t'i menaxhojmë ose t'i parandalojmë apo dhe minimizojmë deri diku. Çfarë veprimesh duhen ndërmarrë? Ju përmendët veprimet. Kur flasim e para njerë, kjo është emergjencë ose siç ne e njohim që janë fatkeqësi natyrore, ajo që ne duhet ndalemi pikë pari është që janë fenomenet e motit apo fenomenet natyrore të cilët më pas përkthehen në fatkeqësi, përveçësisht dëmit që ato shkaktojnë në popullat apo në ekonomi apo qoftë edhe në ekosisteme natyrore, që tashmë mund të përkthehet edhe kjo si çështje ekonomike në vijim. Ajo që duhet themi është që për t'i parandaluar fatkeqësitë, pra ne fenomeneve të motit nuk kemi çfarë t'i bëjmë, ato do të ndodhin dhe fal ndryshimeve klimatike këto do të jenë më të shpeshta dhe do të jenë më intensive, apo le të themi më shkatruese nëse do të shikojmë nga pikpamja e fatkeqësive. Ne ende nuk po përballemi me maksimumin e ndryshimeve klimatike, ka akoma për të parë në fakt. Ajo që duhet parë tashmë është se si ne do qasemi dhe veprimet duhet të jenë parandaluese sidomos në disiplinimin e baseneve ujor, kryesisht në pjesën kodrinore malore të vendit, siç mund të jetë pyllëzimi. Gjithashtu janë edhe njësitë e qeverisjes vendore, të cilat duhet marrin rol të jashtëzakonshëm në përballimin apo adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike, kryesisht në disiplinimin e premëve të vegjël apo zonave të lumeve që janë pranë zonave të urbane. Kurse pjesa tjetër pasaj që del pak nga aspekti fatkeqësive, por që lidhet edhe kjo me fatkeqësitë, është që ne duhet përshtatim sistemin energjetik patjetër, duhet përshtatim infrastrukturën e mobilitetit, duhet përshtatim gjithashtu kulturat bujqësore apo dhe t'i mbrojmë tokat bujqësore nga vërshimet e ujrave apo përmbytjet e vazhdueshme. Dhe një aspekt shumë i veçantë që realisht ne duhet mendojmë tashmë është edhe mbrojtja e ekosistemeve natyrore apo habitateve të cilët janë shumë të nevojshme apo konsiderohen si habitate kritike për specie të cilat mund të na shkaktojnë probleme zinxhir në të ardhmen, dhe kjo është shumë e rëndësishme kur flasim për përshtatshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike. Qartë, mirë, e zbërthyme mjaft mirë skemën e parandalimit së bashku. Ergis, së bashku në fakt le të zbërthejmë të gjithë këtë fondin, pra 50 milion euro, si do të shpërndahen më konkretisht? Fondi ka dy forma.
Në të parë janë të quhen shpenzime korrente, pra parat në dorë, ku bëhet fjalë dhe për pjesën e rimbursimeve, që do të vlerësohen mbas dëmeve që ka sjellë përmbytja, dhe pjesa tjetër janë të quhen shpenzime kapitale, pra investime konkrete. Kjo është pjesa më e rëndësishme, sepse këto investimet konkrete në bazene ujore, në masa mbrojtëse, qoftë në zonat rurale, në zonat periurbane, apo qoftë në zonat urbane, janë ato që në afatgjatë do të ndihmojnë në parandalimin e fatkeqësive të ndryshme, në rasti konkret i përmbytjeve. Ndërkohë që fondi i fundit, ai që përmendët ju që është i Ministrisë Mbrojtjes, në fakt i është dhënë Ministrisë Mbrojtjes si garant, sepse është fondi i cili do të shkojë si grant i kushtëzuar tek qeverisja vendore. Pra ato bashki të cilët kanë problematika të saktuara me fatkeqësitë natyrore, do duhet të ndërtojnë, të evidentojnë rreth parë problematikat dhe më pas të japin projektet konkrete dhe të tërheqin parat nga fondi për t'i çuar në një projekt konkret. Do rregullojnë një kanal vaditës, apo një hidrovor, apo cilat do lloj mase të jetë e nevojshme. Po këto janë vetëm fondet, në thonjza të emergjencës. Nëse do të shikojmë gjithë buxhetin e këtij viti, përfshirë dhe financimin e huaj, pas edhe Bashkimi Evropian ka fondet veçanta për fatkeqësitë natyrore. Në total, ne shkojmë në mbi 7.7 miliard lek në të gjithë vitin, pra rreth 78 milion euro me kursin e sotëm, të cilat qeveria do duhet të shpenzojë për projekte konkrete. Bëhet fjalë për 15 projekte që aktualisht shikohen në buxhetin fuqi, të cilat kanë bëjnë me rregullime kryesisht në zonat e lumenjve, në zonat rurale, dhe që kanë bëjnë me infrastrukturë e cila e gjitha, nëse rindodh përsëri dhe jam i sigurt do rindodhi pra përreshjet këtilla, e parandalon dëmin. Dhe këtu lindin dy probleme, e cila vërehet edhe nga aktorë ndërkombëtar, siç është Bergji, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Banka Botërore. Sa eficient do jemi ne si vend, si administratë, në zbatimin e projekteve dhe në kryerjen e punimeve ashtu siç duhet dhe në kohën e duhur. Sepse mos harrojmë, jo vetëm duhet kemi parat, duhet i kryejmë projektet si duhet dhe duhet i kryejmë dhe punimet siç duhet, sepse në fundit shiu, në rastin konkret, nuk është se na merr leje që po vunua punimi, atë bie tani apo të bie më vonë. Mirë, ju përmendet bashkit, në fakt, shpeshherë është shkritur si problematik që bashkit nuk gjenerojnë projekte për të thithur fonde. A i kanë këto kapacitete bashkit? Me fatkeqësi duhet pranojmë që pjesa më e madhe e bashkive, ose atyre që quhen bashkitë mesme dhe të vogla, nuk i kanë kapacitetet njerëzore për të hartuar projektet mirëfillta në mënyrë që të tërheqin fondet, qoftë ato qeveritare, qoftë ato të Bashkimit Evropian apo të një donatori tjetër. Dhe kjo është diçka e cila duhet punuar fort, sepse mungesa e kapitalit njerëzor specializuar në këtë drejtim sjell pastaj këto pasoja që ka shumë bashki të vogla që në raste të këtilla psojnë dëme goxha të mëdha. Qartë. Mirë, Krist, a është kjo në fakt një job klimatike që ne jemi të detyruar ta paguajmë, apo sikurse e përmendët dhe më herët, parandalimi është ai që do të na shmang situatat të tilla? Në radhë parë, kjo është një job që ne e kemi nga ajo që ne kemi shkaktuar në natyrës, jo në aspekt global, po dhe në aspekt fare lokal. Ne jemi pak të pasjellshëm me natyrën dhe nuk është se kemi një lidhje shumë të mirë me mbrojtjen e natyrës, sidomos me pyjet, me mbrojtjen e shtretërve të lumenjve, dhe kjo na kthehet pastaj një faturë që për hir të faktit që nëse do kishim një metodologji shumë të saktë të vlerësimit të dëmit, duke përfshirë dhe kapitalin natyror apo dhe dëmet tjera që vinë zinxhir, do të ishte një faturë shumë herë më e madhe, por nuk është momenti që të dorëzohemi përpara fatkeqësive natyrore, por në fakt ne është një moment të cilit duhet të reflektojmë dhe duhet të nxitojmë. Është një moment që duhet të vrapojmë në fakt për sa i përket veprimeve që duhet ndërmarrim për përshtatshmërinë. Ka progrese deri diku në aspekt strategjik apo në aspekt të miratimit ligjeve dhe të edhe të politikave vendore, në fakt ka strategji, ka përparime në kuadrin rregullator, le të themi. Po ne që dojmë ose kemi veprime shumë herë të pakta, ose të cilat nuk na çojnë asgjë kundi për përballëmin e fatkeqësive natyrore, pra që dojmë në aspektin final, aty ku janë implementimet e veprimtarive, ne nuk i kemi këto. Dhe kjo padyshim unë e ritheksoj në fakt sepse njësitë e qeverisjes vendore janë
realisht ato institucione që do përballen me popullatën, do përballen me dëmet që do të vinë, do përballen me ato problematikat në territoret e tyre dhe ato duhet marrin drejtim të paktën e territoret e tyre. Doja të kujtoja në fakt që në planet e përgjithshme vendore të shumë prej bashkive në Shqipëri, të paktën planet që janë miratuar në vitet 2016, 2017, 2018 në mos gaboj, se atëherë që dhe pjesa kryesore që u ardhëzuan gjithë territori, u njoh mirë territori, u lexua dhe u vendosën edhe objektivat të cilët apo veprime të cilët kishin të bënin me parandalimin ndaj ndryshimeve klimatike. Pra, ne sot jemi pas 10 vitesh dhe pjesa më e madhe atyre veprimeve, atyre masave që janë parashikuar në këto dokumente strategjik vendor nuk kanë ndërmarrë. Mua më kujtohet që në mos gaboj Instituti Koplan ka ndërmarrë nisëm për të hartimin e planit përgjithshëm vendor, sidomos për një pjesë të bashkive të Ulësirës, dhe një ndër to ka qenë dhe Bashkia e Fier, që shumë mirë ka disa masa të cilat po të ishin realizuar me përpikmëri siç ishin në planet e përgjithshme vendor apo dhe në vlerësimin strategjik mjedisor, patjetër që do të kishim reduktim apo do ishte ulur ajo kosto apo dëmi i shkaktuar qoftë nga dalja e Vjosës apo dhe nga përmbytjet e tjera. Ergisi, ka diçka, pra ju po thoni që këto 50 milion euro, nëse ne do t'i kishim paguar më herët për masa parandaluese, nuk do ishim në këtë situatë. Ergis? Zakonisht është raporti 11. 1 euro e shpenzuar është parandalimi një dëmit 10 euro apo diçka dhe më tepër, mos gaboj. Kjo është pak a shumë si për ta kuptuar se çdo të thotë të parandalojmë dhe jo të paguajmë gjobat që na vinë nga fatkeqësia. E drejtë.